Presidenti Obama viziton një bazë ushtarake në Karolinën e Veriut për të falenderuar ushtarët që kanë shërbyer në Irak. Qeveria amerikane njofton se nuk do të shtyp më monedën $1. Kjo do të kursejë taksa paguesve të paktën $50 milion në vit, duke llogaritur koston e prodhimit të monedës. Një gjerdan me perla dhe diamante i aktores legjendare Elizabeth Taylor theu rekordin në një ankan, duke u shitur për më shumë se $11,800,000. Ekspertët thonë se përdorimi i telefonit celular për të folur dhe dërguar tekste gjatë ngarjes së makinës është tepër i rrezikshëm dhe duhet të ndalohet në të gjitha shtetet amerikane. Një studim i qeverisë thotë se numri i të rinjve amerikanë që nuk kanë mbulim shëndetësor është ulur me 2,5 milion që nga zbatimi i reformës për shëndetësinë.